Shikues të nderuar, gjendemi këtu në restoranin e sapo hapur Kejlo, në ambientin e Mediteranit. Ne do të flasim sot për rrisit që ky restoran ka sjellë në qytetin e bukur bregdetar të Ulqinit, turistët vendasit. Do të shohim se çfarë do të kenë mundësi të degustojnë dhe të shijojnë një ambient të bukur me një pamje të bukur mahnitse, ku do të kenë mundësi të shohin edhe detin, por edhe kalan e Ulqinit. Ne sot kemi nderin dhe kënaqësinë që të bashkëbisedojmë me menaxherin e këtij lokali dhe do të flasim se si është hapur ky lokal dhe çfarë do të kenë mundësi edhe të pranishmit që kanë dëshirë të jenë këtu të provojnë dhe të kalojnë një kohë të bukur. Përshëndetje. Hi, nice to meet you and welcome to our restaurant. Thank you. Më tregoni si erdhi ideja për hapjen e këtij restorani dhe cili është ai risi që ky restoran ka nga restorantet e tjera në Ulqin. So we came to an idea ideja për të hapur një restorant si ky Kejlo, sepse dëshironin ta bënim ofertën tonë të plotë. As you can see, we've did a lot of work to making Hotel Mediterranean a real oasis for our guests from Montenegro, from the region, from the rest of the world. So we wanted to make the offer complete by opening a restaurant that can offer a real taste of Ulqin, of our region. Klientët e Kejlos, çfarë mund të presin nga ky restorant, cilat do të jenë ato risi që ju do t'i ofronit? So they can expect Kështu që ata mund të presin një gamë të plotë shijesh, mesdhetare, ushqime të shkëlqyer, atmosferë të mrekullueshme, great view, pamje fantastike dhe shërbim unik. Gjithashtu, vendodhja e restorantit e bën atë një zgjedhje shumë interesante për organizimin e llojeve të ndryshme të ngjarjeve. Prandaj do të thosha se ai sjell padyshim diçka të re në qytetin e Ulqinit. Vendi është shumë i bukur, ne po kënaqemi me këtë pamje të bukur këtu. Është një restorant shumë veror, shumë relaksues, por më tregoni si ka qenë i gjitha i rrugtimi, nëse mund të them, i këtij restoranti derisa është bërë edhe hapja, përgatitja, çfarë ka qenë më sfiduese për juve si menaxher i këtij restoranti? So thank you for those kind words. Faleminderit për ato fjalë të mira. Pikërisht këtë dëshirojmë të jetë përshtypja e parë kur mysafirët tanë të vinë në Kejlo. And as far as the challenges go, we face like any new si çdo sipërmarrje e re, edhe ne jemi përballur me disa sfida, të cilat arritëm t'i kapërcejmë fal ekipit ton, punës së përbashkët, përkushtimit dhe punës së palodhur. E gjithë kjo rezultoi në një koncept të bukur, të cilin po shijojmë të gjithë në këtë moment. In a beautiful concept that we are all enjoying at the moment. Restoranti Kejlo, e dim që ka ushqime shumë të mira, por cili është ai që ndoshta e specifikon këtë restorant nga gastronomia dhe nga kuzhina? So the specialties before I move on to sa I përket specialiteteve, para se të kaloj të ushqimet dhe pjatat nga menuja jonë, do të doja të përmendja se duke filluar nga kjo shtunë, në Kejlo do të organizojmë mbrëmje me muzikë live, të cilat do të vazhdojnë gjatë gjithë verës. Ju ftojmë të na ndiqni në rrjetet sociale për të marrë më shumë informacione. Kjo vlen gjithashtu për çdo që ka në mendje të organizojnë aktivitete apo event me ne këtu në restorant.
Sa I përket rekomandimeve nga menuja, unë do t'ju sugjeroja shumë cheesecake-in tonë të përgatitur në shtëpi, cilin e keni para jush, ndaj ju lutem mos nguroni ta provoni, ndërsa unë do zgjedh tiramisun. Këtu ju bëf të mirë.